Ju përshëndesim me një mëngjes të Mekës sot ditë e Xumë, data 26 dhjetor. Ju përshëndesim me përshëndetje që e kaplon tër globin nevoja e asaj përshëndetjes, ajo është Assalamu alaikum, paqja e Allahut qoftë për këtë globin. Për këtë globin e kam fjallën jo vetëm për musliman, po edhe për jo musliman, që në të lanë gjithmonë gjatë derdhjet e në të jetojë paqja, në të zotëroj paqja, e jo palavrat të cilat i paraqesin shtetet e ndryshme. Prej kësaj çadre të vogël ku jemi të nejt në Mekën e shenjtë, jemi të vëllazëruar edhe kemi ardhur grup vëllezër nga Maqedonia, e Veriut, nga Kosova dhe nga Shqipëria. Në paraqitje sipër dëshëm ta bëjmë një ligjëratë të vogël, një ders të vogël të t'ja kushtojmë një personit që është nga Mekka. Ai është Mus'ab i biri Umeirit. Ky Mus'abi në Mekë, drejt po shkrim biografinë e tij, në jetën e tij, ishte çun i ri. E në kohë pejgamberit kur ardh profetnia, pejgamberlëku, Mus'abi u sillte ka pejgamberi aty këtu, mirë, po Mus'abi zguxonte me shtikamët në Islam aq lehtë, nga se e kish babën prej pasanikëve të Mekës. Aq e kishte me kushte të mira babën, sa që thonin për Mus'abin shokët e vet, e han ushqimin e Jemenit dhe i vesh rrobat e Jemenit. Po pse të Jemenit këtu në Mekë? Nëse Mekë e pa zhvilluar, Mekka është me tregti dverës prej Shamit e Dimnit prej Jemenit. Kjo përshkruhet pak a shumë në لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يكون الشتاء إلى اليمن، الصيف إلى الشام. Edhe kjo po rritet e po zhvillohet si është si çunat më të ri, mashallah, të Mekës, që vallahi mujmë me i përshkru çunat e ri tanët, djemë të ri të vendit tonë, me kushte të mira, me makina të mira, me celular të mirë, me veshe rrobat mrekullueshme, me duhan qetë gata, me droga. Mus'abi një që asilloj në shirkë, baba i vetë dhe nëna vetë mushrikin, pagan të ditë. Pa i posilët gjithë ka me gjliset e pejgamberit a.s. Edhe një ditë rarë në rjetin e dinit Islam. E pranon fejnë Islam. Po si të shkojet e shpia, a që ishte jeta e ti me luks, sa që s'kishin shka të bëjnë përveç se me dalë, babë e birë e babë e shokët e vetë organizojshin, me dalë në gjuheti. E në gjuheti vetëm ahenglit dalin. Ata që i kanë kushtet të cëndu s'ka bëjmë, a dalin e gjuhim nej ujk, nej dhelpër, nej dishka një krina. Subhanallah. Mus'abi për qësaj familjet. Një ditë erte Resulullah sallallahu aleyhi wasallam edhe dha deklaratën e vërtetë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Kur e borën vesh babën e onë shka banë, ti për ne marish ftyrën neve, e rrasën në burg. Burg shtëpjak. Edhe nuk i japshin me hangër me pjë. Po me gjithat, e ama e ti, nëna, udhim shte për te, dhe e vlatë e kishtë. Baba ishte pak një rije,
ma I eger ndaj evladit, edhe kështu Musabi po jeton në burg. Piqon nëna pak shka po do më hangë, një këtina kryesore, se në ka marrë ftyrën Musabi. Baba e nëna gjdo ditë për thënë, Musab, ktheju ku jemi konë na, rahat jemi konë, kemi pas me hangër, me pitë, mirat e Zotit, ktheju në shirkin tonë. Në sebeb që ty në fjallëve, baba e nëna që I thënë djalit, Allahu zbret Kur'an mbi 7 qiell, vjen Gjibrili, e I thëtë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Zbret Kur'an në merit të Musabit. Nëse mundohen ty prindet me nxjerr pi dinit e me të kaluar në shirk, mos I dëgjo ata. Kurse për dynja, sillu ndaj prindër shumë mirë. Dy kundërta. Mos I dëgjo për që të punë, sa ta zdin me që dëshurin që kanë ndaj teje, po të majnë për xhenem. Fela tuti'huma, mos I bani itaat, mos I dëgjo. Kurse për dunia lak që I ki babën e on, po sahibhuma fi dunya ma'rufa, sillu ndaj tyne shumë mirë. Allah, e një ditë, Musabi po forcohet në burg. Sa I nën. Kthe nuk ka une, e ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sa është hak. Orbi, ktheju, se dhe të më shtinsh nënër në mua, me telashe të madhe. Shka? Nuk do haj, as nuk do pi. Nuk do haj, për shka këtande, as nuk do pi. Tha, shiko Musabi qëfar forcë e mori. Tha, vallahi e inan, me t'i pa shpirtat të dalë njëni mas qetrit, unë mos këthejna prapë. Po mësënja ti, si kësi jam unë musliman, edhe ti musliman. Se me t'i pa të dalë shpirtat, një doli, me t'i edhe dy, edhe një doli, me t'i edhe një, edhe një doli, mos po jesin, unë e marrë nuk këthejnë në shirkë në dalalet. E u pajtuan të prindër. Musabi u bojnë fort në fe, e kuptoj dinin. Po jo luhatshëm, sahabët nuk kanë qenë të luhatshëm. Sot rinia jonë edhe na hoxhallarët edhe e kuptojmë edhe jemi të paqëndrueshëm. Mos ta shpifi vetin askënd duke thonë të luhatshëm. Po forcohet dini edhe po përhapët. Musabi e la luksin dhe gjuetin, u ras në burg. I la hajet e pijet e veshmbatet e Jemenit, e të Shamit, e futën burg. Po vazhdo njeta në Mekë, një ditë për lypët, me qua ambasador pejgamberi për lypë, me qua larkë qytetit tash. Sepse Taifi, na ku do të shkem në Taif, atje mbaraj s'pat sukses. Pejgamberi e shikon suksesin tjetër, e shikon tjetër kund, e kështu më radhë, filloj të dërgoj ambasador, apo të dërgoj misionar në botën larg Mekës dhe larg Medinës. Në Mekë, prej Mekës e qoj në Jemen, Gjabir ibn Abdullahin edhe Muadh ibn Gjebelin. Po në Medinë kanë e qoj Mus'ab ibn Umejrin. Edhe një shok tjetër, sigurisht në dy vetë, shiko që ka konë interesant. Ka bon aq mision të bukur Mus'abi dhe sjellje të mira në Medinë davet,
nuk është konfrontu më asnjë, nuk o ndesh në Medine, sa që i mrenda një viti, 2 viti plot s'ka zgjat, s'ka ngel në Medine pa një djalë të ri që ka pranu dinin islam në shtëpitë e Medines. Kur ka shku pejgamberi hijret në Medine, thuja se kretë Medinja ka një musliman e ka. Ata pritën në Medine. Rezultati i Mus'ab ibn Umejrit. Ja Rabbi, në një këtë shka ka të Mus'abi, ju djemë të ri edhe ju vajzat e reja, që jetoni luksin e dynjas e nuk e kujtoni që mbaran kjo dynjaja. Me kanë që me kanë luks, dynjaja mbaran. Edhe neve në mbarej, neve hoxhallarve, mu vlajt ju që më njifni. Edhe jeta jo, nuk po tham e luksit. Këmë jetë, unë këmë janë në të mirat e Zotit. Studimet në Arabi, jetën në Arabi, jetën në për Evropë, jetën në për... Ama më baran. Në më thana pëshet, unë që më njifni kush ma heret, unë për i afrohëm 70 e kalova jetën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, a i ka vdek në 63 vjetë, unë në 67 për i mushë. Shiko që është puna e jetës dënjës. Luftat në Medine i kini ndëgjua, luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, luftën e Hendekut, luftën e Khajberit, luftën e Tebukit, shumë lufta e në bon Medine. Zati, masi është bosh për mullja pejgamberit Medine, 28 fronte ka hi pejgamberi luft me dëshmanë. Pjesëmarrje që ka marrë. E më shumë vende, ka dhe që s'ka marrë pjesë, sepse ju kanë thonë aty në luftave, luft, po seraja, ka që pejgamberi 2000 vetë sekundë, 3000 vetë, 500 vetë, si pas aj. Resulullahi ka qenë, alej salatu wassalam, prej strategjisë ushtarake, më strategun botë. Sot studius më të mëlejnë në dynjons të akademisë ushtarake marrin prej Resulullahit shembull pse ky qëtu qështu e pse ky qështu qështu. Kam ju kallëzuar më një rast, inshallah taala, që unë e kam bën studim goxha shumë këtë rastin, edhe elhamdulillah do të tregoj biiznillah. Kur u bën lufta e Medines në Gazvetu Uhud, lufta e Uhudit në Medinë, vitin e dytë, vitin e parë u bën Bedër, vitin e dytë Medinë erdhi, e befasuar me ka si të befasuar në ushtrinë e Resulullahit në Medinë. Kur ardhen Resulullahi atëherë pa organizua se këtu donin të i tradhtojnë, prandaj në qëtë luftë ra dëshmor Mus'ab ibn Umejri. E Mus'abi kur ra dëshmor, kjo ka qenë finalja e Mus'abit prej gjenetlive, pejgamberi e pa alayhi salatu wassalam, edhe i thanë Resulullahi, ja Resulullah, Mus'abi ra dëshmor, tha, mbulone vërësne. Me qëka ta mbulojmë, ja Resulullah, me robat e veta, me robat e veta, me robat që vishte roba Jemenia për Shangi, pasëniku. Kur jam lëshim kokën, thonin, këmbët jeshtin, shpluat të zbarë, shpluat. Jam lonin këmbët, ngelin, koka shpluat, që finë s'ka. Njeri dënja luksit, ka vdek s'ka që finë për ta. Në nja Resulullah, e mbulem të këmbët, zbulohen koka, mbulem të koka, zbulohen këmbët, tha, mbulonje të koka, e të këmbët vinë një lloj gjethi. Arab që i thënë, el-erkhur, është gjethi madh. Më varet vendi për vendit, që që thënë. Ka na, që të lloj gjethi të thëmë na, ka una jonë, rëpuha. Po më di, që është më e vluën Muadh ibn Jabelin, e pregatitën për xhenet,
për hirit gjenetit, edhe për me konë me Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Allahi edhe neve, edhe vllatë tanë, edhe kretve, edhe ketë kushta dhe gjënë, merë në guzimin e Mus'ab ibn Umejrit, që të qëndroni në dinin tuaj, vetëm drejt, deri të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sejidina ve nebina Muhammed, në muhabet e sabahit në këtë ditë gjumaje, mas e kemi falë sabahin për Mekke, dhe shtëm t'ju freskojmë pak në këtë muhabete, merë në selamin për kënë vlaznëve që jemi prej Gostivarit dhe prej Prizrenit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.